Kryeministri Edi Rama tha sot se Shqipëria është një vend që guxon dhe inteligjenca artificiale është përparësi kyçe për vendin ton. Deklaratën ai e bëri gjatë fjalës së mbajtur në Kongresin Ndërkombëtar të Nanoteknologjisë. Ai u referua sërish ministres Diella, për të cilën tha se nuk është një lodër, por që përmes saj shumë shpejt tenderat publik do të jenë transparent dhe me integritet. I nderuar kryeministër Edi Rama, të nderuar ministra, presidenti i Akademisë së Shkencave, të shquar rektor, shkëlqësi, të nderuar profesor, studiues, përfaqësues të industrive, zonja e zotrinj. Është nder i madh për mua që t'ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në konferencën Nano Balkan 2025 në Tiranë. Ky është 5 vjetori i konferencës vjetore të nanoteknologjisë që organizohet këtu e që thekson një traditë të vazhdueshme, ekselence dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të ndarë njohuri shkencore dhe arritje teknologjike, por po kështu edhe të forcojmë bashkëlogu dhe mundësisht të reja. Që herët më shumë se sa vonë do të jemi në gjendje që të ofrojmë përmes diellës një instrument të jashtëzakonshëm për t'i bërë tenderat publik, të hapur, transparent e me integritet siç nuk është parë më parë. Si që thash, Shqipëria është një vend që guxon dhe shfrytëzimi i inteligjencës artificiale është një shtyllë themelore e qeverisjes, jo thjesht një instrument, është pra përparësia jone kyçe. Dhe vizioni ynë kombëtar për Shqipërinë e 2030-s në Bashkimin Evropian, besoj është shumë i qartë, shumë qartësisht i rrënjosur në integritet, inovacion dhe udhëheqje shkencore. Me qëra fjala, kjo ngjarje ilustron shumë më tepër se fjalët, atë çfarë po synojmë e po përpiqemi të bëjmë çdo ditë. Ne do të kanalizojmë më shumë burime, reforma institucionale, kapital njerëzor për të ndihmuar në ndërtimin e një ekosistemi të nanoteknologjisë që e ka spirancë në Tiranë, por që rrezaton apo më mirë është zgjeruar jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Do të dëshironim që çdo program i madh inovacioni, çdo terren shkencor, çdo projekt infrastrukture të ketë standarde të larta, llogaridhënie të plotë dhe gjithashtu edhe mbikëqyrje të ndihmuar nga inteligjenca artificiale. Kur u themelua Nano Alb, nëse nuk e kam gabim 5 vjet më parë, ishte një sinjal i një akademie të ripërtëritur shkencash, një akademi shkencash që u shfaq e gatshme për të përqafuar të ardhmen, e jo për të mbetur sërish në të shkuarën. E nuk ka as pak dyshim se nanoshkenca dhe nanoteknologjia janë shkenca kampione të shekullit të 21 dhe ne duhet dhe mundemi që të harmonizojmë arsimin e lartë me strategjinë tonë për inovacionin nga klasat, laboratorët, nga startupet dhe inkubatorët. Në fakt njësër universitetet shqiptare po hartojnë programe ndërdisiplinore për sisteme digjitale, inteligjencën artificiale dhe së shpejti dhe për nanoshkencat, sepse ky nuk është një luks apo diçka shumë e veçantë. Kjo është një nevojë e së tashmes. Vizioni ynë është që brenda dekadës tjetër çdo i ri shqiptar që aspiron të studiojë teknologjitë e së ardhmes të mund ta bëjë këtu në shtëpi. Ne do të kërkojmë partneritete me universitete europiane dhe institute kërkimore, duke u siguruar që kurrikula jonë të përputhet me standardet më të larta ndërkombëtare. Është një punë që ka nisur
E po shohim tashmë hapat e para dhe po kështu po shohim edhe rezultatet e para që janë inkurajuese. Ky investim në arsim nuk